Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Amin. Amin. Shpalja e librit është prej Allahut nga ndjentarit të urtit. Ky është një lavdërim që Allahu i madhruar i bën librit e tij të mrekullueshëm dhe madhështor. Kjo është dhe ftesë për njerëzit që ata të udhëzohen me dritën e Kuranit dhe të meditojnë më shumë rreth ajeteve të tij, sepse kështu mund të përfitojnë prej thesareve të fshihurat e tij. Kjo është shpalja e librit prej Perëndisë, të plotfuqishëm dhe të gjithdijshëm. U tefsiru sure El Ahqaf, ajet 1. Ne kemi krijuar qiellin dhe tokën dhe çka gjendet në mes tyre, me qëllim të plot dhe me afat të caktuar, për mohu siç magen nga ajo që u është paralajmëruar. Ne i krijuam qiellin dhe tokën dhe gjithçka që ekziston ndërmjet tyre, vetëm me një qëllim të drejtë dhe për një afat të caktuar. Pasi përmendi shpaljen e librit, i cili përmban ligjin e tij, Allahu i madhruar tregon se është ai që i ka krijuar qiellin dhe tokën. Në këtë mënyrë, ai pohon për veten dy atribute, krijimin e krijesave dhe vendosjen e ligjeve për to. Vetëm atij i takon çështja e krijimit dhe e vendosjes së ligjit, sikurse thotë i madhruari në një ajet tjetër, vërtet, Zoti juaj është Allahu, i cili krijoi qiellin dhe tokën për 6 ditë, pastaj qëndroi mbi front. Ai e mbulon ditën me natën, që me të shpejtë e kërkon atë sërish. Edhe dielli, ana dhe yjet janë shtruar sundimit e tij. Vetëm atij i takon krijimi dhe sundimi. I madhruar qoftë Allahu, Zoti i botëve. El Araf 54. Ose, Allahu është ai që krijoi shtatë qiell dhe toka po aq sa ata. Në për to zbret vendimi i tij, për të qenë të bindur se Allahu është i plotfuqishëm për gjithçka dhe se me të vërtetë Allahu ka përfshirë gjithçka me dijen e vet. Talak 12. Ose, me urdhrin e tij ia zbret melekët me shpalje kujt të dojnë nga robërit e vet duke u thënë: paralajmëroni se nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin përveç meje, prandaj vetëm mua të ma keni frikë. Nahl 2. Është Allahu i lartësuar që i krijoi njerëzit të gjindet, që do mbajnë përgjegjësi për veprat e tyre, e krijoi gjithçka tjetër që ekziston. Ai krijoi edhe vendin ku ata jetojnë e banojnë. Përveç kësaj, Allahu i lartësuar krijoi gjithçka që ndodhet mes qiellve e tokës, për t'u vënë në shërbim njerëzve e gjindeve. Pastaj, gjatë kohërave, dërgoi tek ata profete, të cilëve u shpalli libra qiellor. Në këto libra, ai u përcaktoi robërve urdhra dhe ndalesa, u vendosi kufi dhe ligje, sipas të cilëve ata duhet të jetojnë në këtë jetë. Ai njoftoi gjithashtu se kjo jetë është koha kur duhet të punojnë. Kjo është botë kalimtare e jo vendqëndrimi i përhershëm i tyre. Do të vijë një ditë që ata të largohen nga kjo botë për të shkuar në botën tjetër, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Atje do ta marrin të plot shpërblimin për veprat që bëjnë në këtë dynja dhe për mënyrën se i përgjigjen profetëve dhe se i trajtua shpaljet që ata soll. Allahu i madhruar ka sjell fakte të pamohshme për vërtetësinë e jetës së ahiretit. Ai ka bërë që njerëzit ta provojnë shpërblimin dhe ndëshkimin që në këtë jetë, që tu shërbejë nxitës i fortë për të arritur të mirën dhe për të ruajtur nga e keqja. I madhruari thotë: ne i krijuam qiellin dhe tokën dhe gjithçka që ekziston ndërmjet tyre, vetëm me një qëllim të drejtë dhe për një afat të caktuar. Pra, ato nuk u krijuan kot, pa ndonjë qëllim, por me një qëllim shumë të rëndësishëm, që robërit e njohin dhe të bindën për madhështinë e krijuesit, si dhe të gjejnë ato fakte që dëshmojnë se krijuesi i tyre është i plot në çdo aspekt e pamangësi. Ata duhet të jenë të bindur se Allahu që krijoi këtë gjë si madhështore dhe kaq të rregullt është tërësisht i plotfuqishëm që t'i ringjallë krijesat pas vdekjes së tyre, për t'i marrë në llogari dhe për t'i shpërblyer për veprat e tyre. Allahu i lartësuar na njofton gjithashtu se kjo botë do të vazhdojë të jetë deri në një afat të caktuar. Por edhe pse i madhruari, i cili është me i vërtetë në fjalët e tij, na mëson se cili është qëllimi i krijimit tonë, duke na ndriçuar faktet që e dëshmojnë këtë, përsëri ka disa krijesa që nuk i përgjigjen ftesës dhe porosive të tij, por u kthejnë shpinën atyre. Ata shpërfillen shpaljen e Zotit dhe kundërshtojnë, madje luftojnë dhe u përpiqen me të gjitha forcat për të penguar ftesën e profetëve. Duke treguar përgjendjen e këtyre të mjerëve, i lartësuar i thotë: megjithatë, ata që nuk besojnë janë mospërfillës ndaj paralajmërimeve që u bën, ndërsa ata që besojnë, kur kuptojnë realitetin dhe gjendjen e tyre, i pranojnë këshillat dhe porositë e Zotit e tyre, madje i dorëzohen plotësisht atij, me dashuri e droj. Kështu, ata kanë fituar çdo të mirë dhe kanë shpëtuar nga çdo e keqe. Thuaju atyre: me tregoni ju për ata që i adhuroni, pos Perëndis? Me dëftoni ju se çka kanë krijuar ata në tokë, apo a kanë ndonjë pjesëmarrje ata në krijimin e qiellve? Mase në librin e shpallur para këtij Kuranit, apo vetëm ndonjë gjurmë nga dienia, nëse jeni të vërtetë? Thuaju atyre: a nuk ishini ata që i lusnin në vend të Allahut? Thonë ata që, në vend të Allahut, adhurojnë idhuj, të cilët nuk bëjnë as dëm as dobi, nuk japin jetën, nuk e marrin atë, idhuj që nuk mund të ringjallin për të marrë në llogari. Thonë me ta, duke u shpjeguar pa fuqinë dhe pa mundësinë e këtyre idhujve, si dhe faktin se ata nuk meritojnë as pak të adhuruar. Me tregoni, çfarë kanë krijuar ata në tokë?
apo vallë kanë marrë pjesë në krijimin e qiejve. Pikçëdica kanë krijuar idhujt tuaj ndonjë gjë në madhështinë e qiejve dhe të tokës. Vallë, ata i kanë krijuar malet e i kanë bërë lumenj të rrjedhin. Pikçëdica ata i kanë krijuar kafshët dhe i kanë shpërndarë në tokë. Pikçëdica po mos kanë ndihmuar ndo pak në krijimin e diçkaje tjetër. Pikçëdica asgjë nga këto nuk ka ndodhur. Vetë ata pranojnë se vetmi krijues është Allah. Atëherë, njohshmëria e tij në krijimin, furnizimin, sundimin dhe mbretërimin në këtë gjithë si tregon se ai është dhe duhet të jeti vetëm edhe në meritën e adhurimit. Ky është një argument logjik i thjeshtë dhe i pakundërshtueshëm. Pas këtij, argumenti logjik i lartësuar i flet edhe për argumente tekstuale që flasin për njohshmërinë e tij në meritën e adhurimit, me si në ndonjë libër tjetër para këtij ose ndonjë gjurmë dituje nga Zoti, nëse flisni të vërtetën. Kuptimi se në një libër të shpallur nga Zoti që fton për idhujtari, ose si në ndonjë argument tekstual të ardhur nga profetët që të uroj për diçka të tillë. Sigurisht, idhujtarët nuk kanë asnjë mundësi që të sjellin argumente nga Zoti ose nga profetët për idhujtarinë që praktikojnë. Përkundrazi, të gjithë profetët, pa përjashtim, i kanë ftuar popujt e tyre në njësimin e Zotit në adhurim dhe i kanë ndaluar ata nga idhujtaria me të gjitha format e saj. Madje, këto ishin porositë më të mëdha dhe më të rëndësishme që ata u sollën popujve nga Zoti i tyre, sikurse thotë i Madhruari, ne quam me çdo popull të dërguar që tu thonë, adhuroni vetëm Allahun, e largojuni shejtanëve adhurimit të tyre. Por patin nga ata që Allahu i udhëzoi dhe patin nga ata që merituan të mbeten në humbje. Pra, udhtonin nëpër botë dhe shihni se si ishte fundi i gënjeshtarëve. Në 36. Çdo profet i tha popullit të vet, o populli im, adhuroni Allahun. Ju nuk keni zot tjetër veç tij, që meriton të adhurohet. Unë kam frikë për ju dënimin në një ditë të madhe. El-Araf 59. Nga të gjitha këto kuptohet se argumentimi i idhujtarëve për të mbrojtur idhujtarinë e tyre është i padrejtë dhe i pabazuar, qoftë në logjik, qoftë në fakte tekstuale nga profetët. Bazat ku ata mbështeten janë thjesht paragjykime e hamendësime të kota ose arsyetime të dobëta dhe të sëmura. Kocina e pretendimeve të tyre sherë edhe të aktivitetit që bëjnë. Shih, gjithashtu, edhe idhujt të cilëve ju përkushtohen, vallë, a i ndihmojnë për ndonjë të mirë apo a i ruajnë dot nga ndonjë e keqe, në dynja ose në ahiret. Pikçëditse prandaj thotë i Madhruari, kush është më i humbur se ata, të cilët, pos Perëndis, u lutën atyre të cilët nuk mund të përgjigjen deri në ditën e Kiametit, e ata janë të pakujdesur ndaj lutjes së tyre. Kush është më i humbur se ata të cilët, në vend të Allahut, u lutën atyre që nuk mund të përgjigjen, edhe sikur të lutën deri në Kiamet? Pikçëditse ata kur nuk kanë për t'ju përgjigjur ndonjë lutje të tyre deri në përfundimin e kësaj dynjaje. Ata nuk mund të sjellin adhuruesve të tyre asnjë dobi. Madje, sikurse thotë i Madhruari, ata janë të paditur e të pafuqishëm të përgjigjen për lutjet e tyre. Ata që i dëgjojnë lutjet që u drejtohen dhe as më pak të përgjigjen atyre. Kjo është gjendja e idhujve në jetën e dynjas. Ndërsa në ahiret, idhujt do të distancohen nga idhujtaria dhe nga idhujtarët, sikurse thotë i Madhruari më pas. Kur të ringjallën njerëzit, ata të adhuruarit, pos Perëndis, do të jenë armiq të tyre adhuruesve dhe do ta mohojnë adhurimin e tyre. Dhe kur të mblidhen bashkë të gjithë njerëzit, në ditën e llogarisë, ata, idhujt do të jenë armiq të tyre dhe do t'u mohojnë adhurimin që u përkushtuan. Ata do të mallkojnë dhe do të distancohen prej njëri tjetrit. Idhujt do të mohojnë adhurimin që u kanë bërë adhuruesit e tyre dhe nuk do t'u bëjnë asnjë dobi para Zotit. Kur t'u lexohen ajetet tona të qarta, mohuesit thonë për të vërtetën, posa të dëgjojnë. Kjo është magje e qartë. Kur u lexohen ajetet tona të qarta, mohuesit thonë për të vërtetën që ka ardhur. Kjo është magje e qartë. Kur mohuesve të Zotit u lexohen dhe u sqarohen plotësisht shpalljet e tij, kjo nuk u bën asnjë dobi. Ky sqarim thjesht nuk u lë me asnjë justifikim para Zotit. Madje ata, duke dashur thjesht të mohojnë, kur dëgjojnë fjalën e Zotit, shpifin dhe thonë, kjo është magje e qartë. Pra, për të vërtetën e sjellë nga Zoti dhe për faktet e padiskutueshme të sjella nga profetët e tij. Këta mashtrues shpifin e thonë se janë thjesht magji. Kjo nuk është gjë tjetër, përveç se një përmbysje e realitetit. Megjithatë, kjo mënyrë mund të gënjeve se mendiletet. E si mundet që shpalljet dhe mrekullit, me të cilat Zoti ka mbështetur profetët duke dëshmuar për vërtetësinë e tyre, ti mohesh e ti krahasosh me magjin dhe ligësinë e saj. Pikçëditse se mes dy rasteve ka një ndryshim të madh, sa largësia mes qiellit dhe tokës. E vërteta është ajo që ngrihet e lartësohet mbi gjithçka. Drita e saj e tejkalon dritën e diellit. Saktësia e saj dëshmohet nga një mori faktesh të shfaqura në natyrë dhe në vetët tua. Të vërtetën e pranojnë dhe i nështrohen mendjet me të ndritura dhe krijesat me të zgjedhura që të jetojnë e punojnë sipas saj. Prandaj, si mund të krahasohet e vërteta me magjin, e cila është gjëja më e kotë dhe e cila buron veç nga të devijuarit dhe të padrejtet, nga shpirtigjit e punë këqit.
Në fakt, magjia u shkon përshtat pikërisht atyre që e krahasojnë atë me shpaljen dhe të vërtetën e Zotit. Këto pretendime janë veçse pallaura, me të cilat synohet thjesht justifikimi për të mos pranuar të vërtetën. Ose ata thonë, ai Muhamedi trilloi atë Kuranin. Thuaju atyre, por nëse unë trilloj atë, ju nuk do të mund të më ndihmoni asgjë nga dënimi i Perëndisë. Ai di më së miri përse gjyteni në trillime për të Kuranin. Mjafton ai dëshmitar mes meje dhe jush. Ai është falës dhe mëshirues. Ose thonë ai, Muhamedi e ka trilluar vetat. Ata pretendojnë se Kuranin e trilloi vetë Muhamedi asa, do me thënë se nuk është shpalja e Zotit. Për t'i kundërvëm këtij pretendimi, Allahu i lartësuar udhëzon të dërguarin e vetë e thotë, ti thuaju, nëse unë e kam trilluar atë, ju nuk keni asnjë mundësi që të më mbroni prej Allahut. Mendohuni pak. Allahu ka dijen të plot për pretendimin tuaj. Si është e mundur që ai nuk më ndeshkon për trillimin tim, sikurse pretendoni ju? A mund të më mbroni ju nga Zoti, nëse ai dëshiron të më ndeshkojë? Po nëse ai dëshiron të më mëshiroj, a mund ta pemboni ju mëshirën e tij? Ai është me deturi për të gjitha shpifjet tuaja rreth tij. Kuranit. Nëse unë do të isha trillues ndaj Allahut, ai do të më ndeshkonte me fuqinë e tij dhe do të ma këpuste artërien e zemrës sime. Ai do të jepte një ndeshkim që do ta verente dhe do ta dinte çdo kush, sepse trillimi ndaj tij dhe shtirja se i dërguari i tij është krimi më i madh ndaj Zotit dhe shpifja më e dënueshme. Me pas, duke i ftuar që të pendohen për armiqësinë ndaj të vërtetës dhe për refuzimin me inat të saj, Allahu i madhruar uzon e thotë, por mjafton që ai është dëshmitar ndërmjet meje dhe jush. Ai është falësi madhe me shërplot. Pikëçuditse pendoheni tek ai dhe ndaloni nga ato gjëra që veproni dhe trilloni. Nëse pendoheni sinqerisht tek Zoti, ai do t'ju pranojë pendimin dhe do t'ju mëshirojë, duke ju dhënë sukses të bëni të mira dhe duke ju dhuruar për to shpërblime të shumta e të mëdha. Thuaju atyre, unë nuk jam i pari profet i ardhur në këtë botë dhe unë nuk di çka do të ndodhë me mua ose me ju. Unë ndjek vetëm atë që më është shpallë dhe unë jam vetëm paralajmërues i qartë. Thuaju, unë nuk jam i pari dërguar e nuk e di se çfarë do të ndodhë me mua e as me ju. Unë nuk jam i pari dërguar i Zotit e kjo dihet. Pse habiteni me mesazhin që unë sjell? Pse, pra, e refuzoni ftesën time? Shumë profetë të tjerë kanë ardhur para meje dhe mesazhi im është tërësisht në përputhje me mesazhin e tyre. Atëherë, për çfarë arsye e refuzoni mesazhin tim që unë po ju përcjell prej Zotit? Unë zbatoj vetëm atë që më shpallet. Unë jam vetëm një njeri dhe si till nuk kam në dorë asnjë çështje. Vetëm Allahu i madhruar i ka në dorë të gjitha çështjet, të mia dhe tuajat. Ai do të gjykojë mbi mua dhe mbi ju. Unë nuk vij tek ju me diçka nga vetja ime, dhe unë jam vetëm një i dërguar që jep paralajmërime të qarta. Pikëçuditse nëse ju e pranoni shpaljen që unë përcjell nga Zoti juaj e nëse dëgjoni porositë e mia, ky do të jetë fati juaj i mirë dhe lumturia juaj në dyna dhe në ahiret. Por nëse më refuzoni dhe e shpërfillni mesazhin e Zotit të sjell prej meje, llogaria juaj do të bëhet nga Zoti. Por mos harroni se unë ju paralajmërova dhe ju atë roqa vërejtjen, prandaj nuk kam me asnjë përgjegjësi para Zotit tim. Thuaju atyre, me thuani ju mua se çka do të bëhet me ju nëse Kurani është prej Perëndisë, e ju e mohoni, e ka dëshmuar për të dikush prej bijve të Israelit në shembullin e tij e besoi, kurse ju u bët mendjem dhe nuk besua. Me të vërtetë, Perëndia nuk e udhëzon në rrugë të drejtë popullin zullumçar. Thuaju, me tregoni se çdo të bëhet me ju në saj. Kurani është prej Allahut, kurse ju e mohoni, ndërkohë që një dëshmitar nga bijtë e Israelit dëshmoi për vërtetësinë e tij dhe e besoi, kurse ju tregoni kryeneç. Pikëçuditse ju e mohoni Kuranin, por çfarë ndodh nëse ai është libri i Allahut të madhruar? Çfarë ndodh kur për vërtetësinë e tij dëshmojnë me të zgjellurit dhe me të udhëzuarit nga mesi i tharëve të librit, të cilët kishin patur shumë shenja e fakte për të njohur të vërtetën? Nëse ju e mohoni atë, a nuk është ky krimi më i madh? Nëse mesazhi i sjell prej meje është në përputhje me mesazhin e të gjithë profetëve, dhe kjo është pranuar nga pasuesit e denjit të profetëve, ndërsa ju nuk doni ta pranoni, a nuk është ky tregues i padrejtësisë, i kufrit, i mëngjelësisë dhe i ignorancës tuaj? Dijeni, atëherë, se me mendjemasi dhe me shpërfilljen e fakteve të pamohueshme të sjella nga Zoti, ju nuk keni për ta gjetur kur të vërtetën. Allahu i madhruar thotë, Allahu nuk i udhëzon në rrugën e shpëtimit njerëzit e padrejtë. Prej padrejtësisë është edhe shpërfillja me fodullëk e të vërtetës, pasi të krijohet mundësia ta kuptosh dhe ta pranosh atë. Dhe, mohuesit thonë për besimtarët, sikur të ishte ndonjë e mirë besimi në Kurani, ata nuk do të na kishin të kaluar në këtë. Nga se ata nuk u udhëzuan me të në rrugën e drejtë, me siguri do të thonë, ky është trillim i lashtë. Jo besimtarët thonë për besimtarët, mohuesit e të vërtetës, të cilët shfaqin armiqësi ndaj ftesës së Zotit, thonë, sikur të ishte besimi. Ne Muhamedit ndonjë gjë e mirë, ata. Besimtarët nuk do ta besonin para nesh. Kuptimi, nëse besimi dhe nështrimi ndaj kësaj,
që ju e quani shpalja e Zotit, do të ishte diçka e mirë, nuk do të na kalonte kush në këtë aspekt. Pra, do të ishim ne të parët që do ta përqafonin atë, e jo këta që quhen besimtar. Por, kjo është thjesht një mendjemallësi e shëmtuar nga natyre. E si mund të gjykosh për vërtetësinë apo jo të diçkaje duke u nisur nga fakti se preferon atë apo jo? Çfarë kriteri qen ka ky? Vallë, ata janë me zemër pastërtit, me shpirt kulluarit, me mendjen driturit e më të urtët. Pikçuditësa apo çështja e udhëzimit në rrugën e drejtë është e drejta e tyre ekskluzive. Pikçuditësi jo, kurse si nuk është kështu. Këto fjalë janë thjesht ngushëllim dhe justifikime që ata gjejnë për veten e tyre, për diçka që nuk e arrin dot. Ata nuk mund ta gjejnë udhëzimin, sepse u janë përkushtuar epsheve e dëshirave të tyre për këtë dynja, prandaj gjejnë si rrugë zgjidhje që ta shpërfillin dhe ta shajnë atë. Prandaj i Madhruari thotë, ata mosbesimtarët nuk e pranuan udhëzimin e Kuranit, prandaj thonë, ai. Kurani është një mashtrim i vjetër. Ky është shkaku i vërtet që i shtyu ata që të shpërfillen dhe të tillojnë gënjeshtra për të vërtetën. Ata nuk e pranojnë udhëzimin e shpaljes hyjnore, kështu që nuk ndriçohen me dritën e saj, duke u shpëtuar nga duart. Në këtë mënyrë, gjëja më e vyer që dikush mund të synojë. Si rrjedhoi, ata gjejnë si zgjidhet cënimin e madhështisë së shpaljes, duke thënë se ajo është mashtrim e trillim. Ata shpifin për të, edhe pse ajo është e vërteta, për të cilën nuk duhet të ketë asnjë dyshim dhe pasiguri. Kurani është në të njëjtën linjë dhe vërtetuesi të gjitha shpaljeve të Zotit të sjella para tij, ndër të cilët është edhe Teurati, libri që Zoti shpalli Musait se. I Madhruari thotë: para Kuranit ka ekzistuar libri i Musait, udhëfyes dhe mëshirë. Ky Kurani, libër vërtetues i librave të shpallur në gjuhën arabe për t'i paralajmëruar ata që bëjnë zullum dhe për t'i sqariquar bamirësit. Para Kuranit është shpallur libri i Musait si udhëfyes dhe mëshirë. Zoti e bëri Teuratin udhëzim dhe mëshirë, që bijtë e Israelit të gjenin nëpërmjet tij rrugën e udhëzimit dhe të kishin ligjet e jetës dhe të adhurimit. Nëse do ta zbatonin, do të arrinin mirësinë në dynja dhe në ahiret. Kurani është një libër që e vërteton atë. Teuratin. Ky libër është vërtetues dhe miratues i shpaljeve hyjnore të mëpashme. Atë që Kurani e dëshmon si të vërtetë, ajo është e vërtetë, sepse ajo është në përputhje të plot me të gjitha shpaljet e tjera të Zotit. Këtë libër Allahu i Madhruar e shpalli në gjuhën arabe, që kuptimi dhe përfitimi prej tij jenë më të thjeshtë. Po në këtë mënyrë, ai është bërë i thjeshtë për t'u mësuar përmendesh, dhe është shpallur në gjuhën arabe për t'u tërhequr vërejtjen atyre që bëjnë gjinoha dhe se lajmi i mirë për vepërmirët. Allahu i Madhruar e shpalli Kuranin që të paralajmërojë ata që i bëjnë padrejtësi vetes duke shkelur e te kaluar kufijtë e Zotit dhe duke mos i bindur atij. Ai paralajmëron ata për një ndeshkim të rëndë nëse vazhdojnë me padrejtësitë dhe rrugën e tyre të humbjes. Por ky libër u shpal, gjithashtu edhe që të përgëzojë vepërmirët, të cilët i përkryen të gjitha adhurimet e përkushtuara Allahut dhe janë bamirës me krijesat e Allahut. Ata përgëzohen me një shpërblim të madh në dynja dhe në ahiret. Në Kur'an janë treguar qartë veprat nga të cilat duhet të ruhemi dhe veprat që duhet t'i kryejmë. Me siguri, ata që thonë, Zoti ynë është Perëndia, dhe pastaj qëndrojnë në rrugën e drejtë, për ta nuk ka kurfar droja dhe as që do të pikëllohen. Ata që thonë, Zoti ynë është Allahu dhe pastaj qëndrojnë të palëkundur, nuk do të kenë frikë dhe as do të brengosën. Ata të cilët e besojnë Zotin e tyre si të vetmin krijues, sondues, mbretërues dhe administrues të çështjeve vetë tyre, dëshmojnë se ai është një i vetëm dhe i pashoq, pastaj janë të palëkundur në këtë bindje ndaj tij. Gjatë gjithë jetës së tyre, ata nuk do të kenë frikë për të ardhmen dhe as brenga për të kaluar. Ata janë banorë të xhenetit, në të do të qëndrojnë përherë, dhe ky do të jetë shpërblim për atë që kanë punuar. Ata do të jenë banorë të xhenetit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë, ja, të tillë rob do të jenë banorë të xhenetit, ku do të jenë gjithmonë dhe ku nuk do të kërkojnë të ikin prej atij apo ta shkëmbejnë atë me diçka tjetër si shpërblim për atë që kanë punuar. Ata do të jenë të përjetshëm në xhenet, të cilën Zoti e ka bërë si shpërblim për të mirat që kryen në dynja, duke filluar me besimin e pastër tek Allahu dhe duke vazhduar me veprat e mira të nxitura nga ky iman, si dhe për qëndrimin në këtë rrugë. Njeriu i kemi rekomanduar mirësi sjelljet e mira ndaj prindërve të vet. Nëna e ka mbajtur me mund dhe lindur me mundat. E mbajtja dhe të dhënë gjie është 30 muaj, e kur të arrin në moshën e pjekurisë dhe ti mbush 40 vjet. Ai thotë: O Zoti im, më nxit që të falenderohem me dhuntin tënd me të cilën më ke dhuruar mua dhe prindërit e mi, dhe që të bëj veprat e mira, me të cilët ti do të jesh i kënaqur, dhe bëni të mirë pasardhësit e mi. Unë me të vërtetë pendohem kthehem te ti dhe unë jam musliman. Ne e kemi urdhëruar njeriu për bamirësi ndaj prindërve të vet. Nëna e ka bartur me mundim dhe me vështirësi e ka lindur. Bara dhe ushqimi me gjithë gjasin 30 muaj.
Kjo tregon butësinë dhe mëshirën e madhe të Allahut të Madhëruar për robërit dhe vlerësimin e lartë të tij për rorin dhe gradën e prindërve. Ai ka porositur dhe u ka marrë premtimin fëmijëve që të jenë të mirë me prindërit e tyre dhe këtë ta tregojnë me fjalë, vepra dhe sjellje shembullore ndaj tyre. Ata duhet të tregohen bamirës ndaj prindërve, duke shpenzuar pasuri ose duke bërë çdo gjë tjetër me qëllim që të fitojnë kënaqësinë e tyre. Allahu i Madhëruar tregon edhe arsyen pse duhet të jemi bamirës ndaj prindërve. Është nëna ajo që vuan e mundohet aq shumë për fëmijën e saj, që në periudhën e shtatësisë deri në dhimbjet e mëdha gjatë lindjes. Por nuk është vetëm kaq. Po kujdesi i mëtejshëm, periudha e gjillënjes, lodhja dhe ne të pagjumë derisa fëmia të rritet e forcohet. Të gjitha këto nuk kalojnë shpejt, por është një periudhë që zgjat 30 muaj. 9 muaj prej tyre janë të shtatësisë, në shumicën e rasteve, ndërsa pjesa tjetër është gjillënia dhe përkujdesja tjetër e nevojshme. Duke e parë këtë ajet së bashku me ajetin tjetër, u thuhet, nënat le t'u japin gjifoshnjave të tyre 2 vitet e plota, për ato që duan ta plotësojnë gjillënien Bekare 233, arrim në përfundimin se koha më e shkurtër e shtatësisë është 6 muaj. Me fjalë të tjera, është e mundur që pas 6 muaj bare të lindë një fëmijë. Kur arrin pjekurinë e vet dhe mbush 40 vjeç, ai thotë, në kohën kur njeriu arrin kulmin e fuqisë fizike dhe të pjekurisë së mendimit, ai fillon të lutet, Zoti im, më mundeso që të falenderoj ty për mirësitë që na ke falur mua dhe prindërve të mi. Kuptimi, më jep forcë dhe sukses që të jem mirënjohës për çfarë më ke dhuruar. Mirësitë tua ndaj meje janë të shumta. Ato janë mirësi në fe dhe besim, pasi ti më ke udhëzuar në rrugën e drejtë dhe më ke larguar nga rruga e keqe. Por ato janë edhe mirësi që kanë lidhje me këtë dynja. Mirënjohja për gjitha këto shprehet vetëm duke i shfrytzuar dhe shpenzuar ato në bindje ndaj atij që t'i dhuroj. Për të arritur statusin e mirënjohësit, duhet t'i vlerësosh dhe t'i respektosh shumë këto mirësi, duke shfaqur në të njëjtën kohë edhe pamundsinë tënde për t'i shprehur të plot Allahut mirënjohjen që i takon. Duhet të përpiqesh shumë që ta lavdërosh Allahun për ato mirësi që të ka dhuruar. Duhet ditur se mirësia që u është dhuruar prindërve konsiderohet si mirësi që u është dhuruar edhe fëmijëve të tyre. Mirësitë që kanë prindërit i përfshin edhe fëmijët, sidomos mirësitë që kanë lidhje me fenë. Nëse prindërit përmirësojnë vetëm me diturit e pastër fetare dhe me veprat e mira, ky u shërben si shkak i fuqishëm për rregullimin e fëmijëve dhe pasardhësve të tyre. Me mundeso që të bëj veprat e mira me të cilat ti të jesh i kënaqur. Veprat që Zoti do dhe e kënaqen atë, janë ato që i plotësojnë kushtet për të qenë të mira dhe që janë të ruajtura nga çdo gjë që i shkatërron. Këto janë ato vepra të cilat ai i pranon dhe i shpërblen. Mi bëj të mirë pasardhësit e mi. Pasi lutet për veten, që Zoti t'i ja përmirësoj çështjet e tij. Ky njeri vjen të lutet edhe për pasardhësit, që Zoti tua përmirësoj gjendjen dhe veprat e tyre. Në fakt, duke u lutur për rregullimin e pasardhësve, ai lutet për veten e vet, sepse fëmijët e mirë janë mirësi dhe për prindërit e tyre. Unë pendohem tek ti dhe të jam dorëzuar. Pendohem për gjinat, poshtërsitë dhe mosbindjen time. Unë kthehem tek ti, o Zoti im, i dorëzuar tërësisht, për të madhëruar ty. Ata janë të atill, prej të cilëve ne i pranojmë veprat e mira të tyre, e i kapërcejmë veprat e tyre të këqija nuk i dënojmë për to, ata do të jenë banorë të xhenetit. Ky është premtimi i vërtetë që u është premtuar. Këta janë njerëzit të cilëve ne u pranojmë veprat në mënyrën më të mirë. Njerëzve që veprojnë kështu, Allahu u pranon veprat më të mira që kanë bërë në bindje ndaj tij. Ndërsa për veprat e tyre jo të mira, Allahu i Madhëruar thotë, u mbulojmë të keqija dhe i bëjmë banorë të xhenetit. Allahu u fal përgjithsisht të keqijat, nëse pendohen sinqerisht për to dhe i bashkon me banorët e xhenetit. Kështu, i Madhëruari u dhuron atyre të gjitha të mira dhe i ruan nga çdo e keqe. Ky është premtimi i vërtetë që u është dhënë. Ky është premtimi i vërtetë nga Allahu, i cili është me besnikun në fjalët e tij dhe që kur nuk i thyen premtimet e tij. Ai që ka thënë prindërve të vet, u fiu. Apo më premtoni se do të ringjallem kur para meje kanë kaluar shumë gjenerata e nuk janë ringjallë. E ata prindërit i drejtohen Perëndisë, për ndihmë duke i thënë pasardhësit, kuku për ty nëse nuk pendohesh. Beso, me të vërtetë, premtimi i Perëndisë është i sigurt. Ai pasardhësi përgjigjet, këto janë vetëm për Allat e lashta. Pasi foli për bamirësi ndaj prindërve, Allahu i Madhëruar përshkruan se si janë të padrejtë ndaj prindërve, dikush u thot prindërve të vet, ju të dy. Këtë njeri prindërit e therasin të besojnë Allahun dhe ditën e Kiametit. Ata e këshillojnë që t'i friksohet llogarisë para Zotit në ditën e gjykimit. Këto këshilla të mrekullueshme janë kujdesi më i madh që prindërit mund t'u bëjnë fëmijëve të tyre. Nuk ka gjë më të rëndësishme se sa të mësosh fëmijëve rrugën e drejtë për të arritur lumturinë në dynja dhe në ahiret. Por ftesës së tyre për të arritur të mirën dhe për të shpëtuar nga e keqja në të dyja jetët, ky lloj fëmije i përgjigjet me mënyrën më të shëmtuar. Ai u thot atyre ju të dy. Pra, vdekshi ju, çfarë më thoni?
Pastaj tregon se shesi krejt të pamundur dhe të pavërtet ditën e gjykimit, a me premtoni se do të ringjallem, kurse asa breza kanë kaluar para meje. Pi çudit se kuptimi, vallë, apo me thoni se unë do të dalë përsëri nga varri im ditën e gjykimit? Sa breza njerëzish kanë kaluar para meje dhe nuk e besonin ringjalljen, që thoni ju. Madje, edhe ata që kanë qenë udhëheqës e pasanik, e kanë mohuar ringjalljen dhe llogarin para Zotit. Të mirë, që mbajnë si model të tyre armiqtë të vërtetës, ignorantët dhe të degeneruarit, janë të dashuruar pas kësaj dynjaje dhe bukurive të saj, ata të dy e lusin Allahun që të abuzojë dhe e porosisin, ndërsa prindërit e tij duan ta ndihmojnë, prandaj i thonë, i miri ti, beso. Ata bëjnë çdo gjë që ai të udhëzohet në rrugën e drejtë. Nga dashuria dhe meraku i madh që kanë për fëmijën e tyre, ata jakohen e përgjërohen Allahut të madhruar, ashtu si vepron njeriu që është duke u mbytur kur thërret për ndihmë që ta shpëtojnë. Ata i drejtohen Allahut me lutje e lot, duke shprehur dobësinë dhe përmirësinë e tyre, që fëmia e tyre të udhëzohet. Plot dashuri, butësi dhe mëshirë, ata përpiqen që t'i jasharojnë fëmijës të vërtetën e besimit, i miri ti, beso, se premtimi i Allahut është i vërtetë. Premtimi i Allahut është i vërtetë dhe për të nuk duhet të kesh asnjë dyshim. Pastaj, me dëshirën e madhe të qetër që ai të udhëzohet, përpiqen t'i sjellin sa më shumë argumente dhe fakte. Por ky fëmijë jo besimtar e shton edhe më shumë mohimin dhe mendjemallsinë, duke thënë, por ai thotë, këto nuk janë gjë tjetër, por veç përradhat të popujve të hershëm. Kuptimi, këto janë thjesht orfenja të marra nga librat e gojdhënat e të parëve e nuk janë mesazhet e Zotit. Por të gjithë e dinë dhe e pranojnë se Muhamedi Asa ishte analfabet. Ai nuk dinte as shkrim, as lexim. Atëherë, nga mund t'i merrte ai këto lajne? Pastaj, krijesat nuk mund të sjellin kur një libër gjinor si Kurani, edhe sikur të ndihmojnë dhe të mbështesin të gjithë njeri tjetrin. Ata janë prej atyre, ndaj të cilëve është plotësuar fjala e dënimit mbi popujt, qindët e njerëzit që kanë qenë para tyre, sepse ata, me të vërtetë, janë shkatëruar. Këta janë ata njerëz, kundër të cilëve u përmbush fjala e dënimit sikurse u veprua me popujt e gjindëve dhe të njerëzve që kaluan para tyre. Për njerëzit që bëjnë të tilla gjëra do të ekzekutohet patjetër vendimi për ndeshkim. Edhe ata do të futen mes popujve të tjerë me njerëz e gjindë, të cilët kanë mohuar të vërtetën. Edhe ata do të ndeshkohen bashkë me tumën e madhe të devijuarve e të humburve. Të gjithë ata ishin të humbur. Dështimi është humbja e tërë pasurisë së njeriut. Kur humbet gjithçka, atëherë nuk flitet e nuk mendohet me përfitim. Ata nuk e meritojnë mirësinë e Zotit, sepse kanë shpërdoruar mundësinë për t'u pajisur me iman, që është pasuria kryesore e njeriut. Kështu, atyre u ikin nga duart të gjitha mirësi dhe nuk mund të shpëtojnë nga dënimi i dëmshëm në zjarrin e xhenemit. Për të gjithë do të ketë shkallë të caktuara, për atë që kanë punuar, për të shpërblyer dhe dënuar sipas veprave të tyre, e nuk do t'ju bëhet atyre pa drejtësi. Të gjithë ata do të kenë gradën e merituar, sipas asaj që kanë punuar. Si punë mirët, ashtu edhe punë këqij do të marrin gradën që meritojnë. Sipas veprave që kanë bërë, do të meritojnë shpërblimin ose ndëshkimin e Allahut të drejtë. I madhruari thot, shpërblimi për veprat e tyre do t'u jepet i plot e nuk do t'u bëhet pa drejtësi. Askujt nuk do t'i shtohen të këqijat, por do të ketë vetëm aq sa ka bërë vet, ashtu si askujt nuk do t'i mohen apo paksohen të mirat që ka bërë. Kujtoj ditën, kur ata që kanë mohuar i ekspozohen zjarrit e u thuhet atyre, ju keni shfrytzuar kënaqësitë tuaja në jetën tuaj në tokë dhe jeni kënaqur me to, sot do të ndeshkoheni me dënim të pëshëruar, nga se jeni madhështuar në tokë pa kurfar të drejtë dhe nga se keni bërë ngatëresa. Ditën kur ata që nuk besuan në Zotin do të sillen para zjarrit, do të thuhet, Allahu i madhëruar përshkruan gjendjen e jo besimtarëve kur ata të përballen me zjarrin. Në këtë moment, atyre u thuhen disa fjalë dëshpëruese, që u ashtojnë me shumë dhimbje dhe vuajtjet, ju i shfrytzuat të gjitha të mirat në jetën tuaj tokësore dhe u kënaqët me to. Ju kërkuat preje në jetën e dinjas. Ju mashtruat nga kënaqësitë e saj. Ju parapëlqyet plotësimin e qejfeve në dyna, kundrejt kënaqësive të përjetshme të ahiretit. Këndja pas atyre kënaqësive të përkohshme ju shpërqend, rojnë nga veprat me të cilat fitohej lumturia e ahiretit. Ju zbavitet të hutuar në dynja, ashtu si bagetit të pashëcuar për fundin tuaj në ahiret. Atëherë, në atë dynja mbaruan kënaqësitë tuaja, por sot do të shpaguheni me një dënim poshtrues. Këtë ndeshkim poshtrues do ta vuani për krimin tuaj të shpifjes ndaj Allahut të madhruar. Ju mashtronit dhe pretendonit se rruga juaj e humbur ishte e vërteta nga Allahu, ishte gjykimi, caktimi dhe vullneti i tij. Me të tilla pretendime, ju thjesht doni të justifikonit rrugën e humbjes, të cilën e parapëlqyet vete, edhe pse ishit të vetëdijshëm për faktin se po mashtroni. Ndëshkimi poshtrues është i merituar për ju edhe për një shkak tjetër, për shkak se jeni treguar kryenëgjë në tokë pa kurfar të drejtë dhe për shkak se nuk jeni respektuar urdhrat e Zotit. Ju tregoheshit me ndjemdhënë para bindjes dhe nështrimit ndaj Allahut. Siç shihet,
Njerëz të tillë bëjnë dy krime njëkohësisht, ata flasin të pavërteta dhe punojnë sipas tyre. Ata shpifin ndaj të vërtetës, duke ia mbëshur këto shpifje Allahut dhe tregohen arrogant, duke e refuzuar këtë të vërtetë. Për këtë arsye, ata meritojnë dëshkimin më të rëndë. Kujtoje vëllain Adetudin, kur e paralajmëroi popullin e vet në Akaf, e ka pasur paralajmërues edhe para tij edhe pas tij kur u tha atyre, adhuroni vetëm Perëndin. Unë, me të vërtetë, druaj se do t'ju godet dënimi i ditës së madhe. Kujto vëllain e Fisit Ad. Hudin, kuptimi, kujto me respekt profetin e popullit e Adit, pra, Hudin asë. Ai ishte një ndër profetët e Zotit, që u veçua mbi të tjerët, për të ftuar njerëzit në rrugën e drejtë. Profetët janë udhërfysit e njerëzve për të krijuesi i tyre kur e paralajmëroi popullin e vet në Akaf. Allahu i madhruar e dërgoi Hudin asë, tek fisi i tij Ad, që jetonte në Akaf, në shkretëtirën e madhe të Yemenit. Para dhe pas tij, pati paralajmërues të shumtë. Profeti Hud nuk ishte njerësi. Ai nuk ishte i pari të dërguarve të Zotit. Ai nuk ishte as kundërshtues i profetëve të tjerë të mëparshëm. Ashtu si të gjithë profetët, ai i tha popullit të tij. Ai u tha, të mos adhuroni asgjë tjetër veç Allahut. Unë kam frikë se do t'ju godas dënimi i ditës së madhe. Ai porositi të adhuronin Allahun nëpërmjet çdo fjalët e mirë dhe punët të dashur për Allahun, si dhe ndalojnë nga idhujtaria. Ai paralajmëroi, gjithashtu, për një ndeshkim të rëndë, nëse nuk do t'i bindeshin. Por ky paralajmërim nuk ndikoi as pak tek ata. Ata u përgjigjen, vallë, a ke ardhur të na shmangësh neve prej vynive tonë? Silla dënim që po na premton, nëse thua të vërtetën. Ata i thonë, a mos ke ardhur që të na largosh prej zotave tanë? Për çuditse kuptimi, ti nuk ke asnjë qëllim të lartë, por ke vetëm zgjidhje për idhujt tanë, prandaj edhe dëshiron që të na largosh prej tyre, pa të drejtë. Na e sill tani atë me të cilën na kërcënon, nëse thua të vërtetën. Ky është kulmi i ignorancës dhe i arrogancës, të kërkosh përshpejtimin e ndëshkimit të Zotit në formë sfide. Ai u tha atyre, vetëm te Perëndia është dijenja e dënimit, e unë vetëm u lajmëroj juve me atë që jam dërguar, por unë po shoh se jeni popull i zhytur në ignorancë. Ai tha, dijenin për te e ka vetëm Allah. Unë thjesht ju kumtoj atë për të cilën jam dërguar. Është Allahu i madhruar, ai që ka në dorë të gjitha çështjet. Ai ka edhe detyrim për gjithçka. Është ai që e sjell ndëshkimin për ju nëse dëshiron. Ndërsa unë, si çdo profet tjetër, kam për detyrë veçse për ciljen e qartë të së vërtetës dhe mesazhit të Zotit. Megjithatë, po shoh se që keni njerëz krejt pa dije. Ky që shpjegimi i veprimeve të paturpshme dhe të nxituara të tyre. Ata guxuan të refuzonin të vërtetën e Zotit dhe, në formë sfide, të kërkonin përshpejtimin e ndëshkimit të tij. Prandaj për të fuqishmi lëshoi kundër tyre ndëshkimin e rëndë, një fortunë e cila i shkatërroi tërësisht. Të mirët, kur pa në qiellren e ndëshkimit që po afrohej, nuk u amori mendja se çfarë ishte, për shkak të mendimallësisë që i karakterizonte. Kur e pan atëherë, dënimin që u duk dhe që vinte në drejtim të lubinave të tyre, thanë, kjo re na sjellsh ju neve. U di tha, jo, kjo është ajo që ju e keni shpejtuar, frymën të cilën ka dënim të dëmshëm. Kur ata pan një re, që u duk se vinte në drejtim të lubinave të tyre, thanë, kjo re po sjell shiun. Ata menduan se ishin re të mëdha, që zakonisht sjellin rreshje. Kështu, ata po prisnin të binteshin mbi tukat e tyre, të mbushishin pusat dhe rezervuarat e tyre, që i shfrytëzonin për të pirë ujë vet dhe për të vaditur të mbjella. Të gëzuar, ata thanë, kjo re do të na sjellë shi. Por nuk ishte ashtu, jo, por kjo është ajo që ju e kërkonit me ngut. Kjo që e përgjigjja e kërkesës së tyre, kur thanë, po të jesh kaq i sigurt, na e sill tani atë që na e paralajmëron. Ajo është një stuj që mbart një dënim të dëmshëm. Ajo që një era që forte, sa që kudo ku kalante, shkatërante dhe dëmtonte gjithçka. Kjo stuj veproi egërsisht mbi ta, ashtu sikur se thot i madhruari në ajetet e tjera, ndërsa ati u shkatërua me një stuj të fuqishme të zhurshme, që ai lëshoi kundër tyre 78 ditë rresht. Sikur të ishijin njerëzit që shëmbeshin për dhe, si të ishin trungje humash të zavruara. Aka 6:7. E gjitha kjo ndodhi me urdhrin e Allahut të madhruar. Pas këtyre ditëve dhe netëve ndëshkimi, duke treguar gjumet e dëmshme që ajo la pas, Allahu thot, e cila, me urdhërin e Perëndisë, shkatëron çdo gjë. Në mëngjes u pan vetëm shtëpiat e tyre të zbrazëta, kështu ne e ndëshkojmë popullin mëkatar. Me urdhrin e Zotit të saj, ajo shkatërroi çdo gjë. Kur agoi, nuk shihej gjë tjetër përveç banesave të tyre. Çdo gjë ishte shkatëruar, kafshët, pasuritë dhe vetë ata. Kështu i ndeshkojmë ne popujt keqbërës. Për shkak të krimeve dhe padrejtësive të tyre, e meritojnë ndeshkimin e Allahut të lartësuar. Allahu i madhruar u dhuron begati të shumta, por ata nuk e lavdërojnë dhe nuk tregojnë mirënjohje ndaj tij, siç thot i madhruari për fisin atë.
Ne i kemi vendosur ata në aso gjendje të vojliqme, në çfarë nuk u kemi vendosur juve o mirëkas dhe u kemi dhënë atyre të dëgjuarit, të pamurit dhe zemrën mendjen, por as të dëgjuarit e tyre, as të pamurit e tyre, as mendja e tyre, nuk u kanë sjell kurfar dobje, nga se muan argumentet e Perëndis, ata i goditi ajo me të cilën talleshin. Ne u patë mundësuar atyre gjërat që nuk ju a mundësuam juve. Kuptimi, ne u mundësuam atyre të kishin komoditet dhe pushtet, duke shfrytzuar mirësitë tona. Ne u mundësuam që të kënaqnin të gjitha dëshirat e pasionet, duke u dhënë edhe jetë të mjaftueshme për këtë. Të gjitha këto shërbejnë që të marrin mesin të udhëzuarit në rrugën e drejtë. Ne i dham popullit e atë gjithë ato mirësi, ashtu sikurse edhe juve, të cilëve po ju shpallet ky Kurani. Mos mendoni se këto të mira që ju keni, në pasuri apo në pushtet qofshin, janë të veçanta për ju. Kurse si mos mendoni se ato do t'ju shpëtojnë apo do t'ju ndihmojnë të shpëtoni nga ndëshkimi i Allahut. Madje, popujt paraardhës kanë qenë më të fuqishëm se ju, por pasuria, pushteti, fëmijët e ushtritë e tyre nuk i ndihmuan dhe as nuk i mbrojtën dot prej Allahut të madhruar. Ne u dham atyre dëgjim, shikim dhe zemër, ata nuk ishin as pak të mangët në të dëgjuar, të shikuar apo në logjik, që të pretendonin se e braktisën të vërtetën nga pafësia, pamundësia apo nga padituria. Logjika dhe aftësitë e tyre nuk ishin të mangëta, por është Allahu i madhruar dhe i urtë që i jep sukses të gjejvull në drejtë atij që ai dëshiron, por as dëgjimi, as shikimi, as zemrat e tyre nuk u bën dobi, sepse ata i refuzonin ajetet e shpalljeve të Allahut. Këto rrugë të marrjes dhe perceptimit të së vërtetës nuk u bën as pak dobi atyre. Sidoqoftë, kjo u shkaktua nga vetë ata, sepse qenë ata që refuzuan, muan dhe shpërfillën padrejtësisht faktet e Allahut, që vërtetonin pa lënë asnjë dyshim njohurinë e Allahut të madhruar në meritën e adhurimit. Ata i përshiu dënimin me të cilën talleshin. Ata i goditi pikërisht ai dënim, të cilën nuk e besonin dhe me të cilën talleshin. Ata talleshin edhe me profetin, i cili i paralajmëronte për afrimin e dënimit të Allahut. Me të vërtetë, ne i kemi shkatëruar vendbanimet për rreth jush, e madje edhe u kemi shpjeguar atyre, në mënyra të ndryshme argumentet tona, për të kthyer ata prej mohimit. Ne kemi shkatëruar qytete për rreth jush edhe më parë, duke u shpjeguar fillimisht shpalljen tonë, duke paralajmëruar arabët, por edhe çdo popull tjetër. Allahu i madhruar u kujton shkatërimin e popujve të mëparshëm, që kishin mohuar profetet, popujt të cilët jetonin rreth rrotull vendbanimeve të arabëve. Madje, shumë prej tyre jetonin në gadishullin arabike, si populli i Adit, i Themudit e të tjerë. Por para se t'i shkatronte, Allahu i madhruar u solli një larm i shenjashtë dhe mrekullish, dhe të gjitha këto me një qëllim, që ata të mund të ktheheshin në rrugën e drejtë. Kjo u bën me qëllimin që ata t'i largoheshin rrugës së kufrit, rrugës së mohimit të profetëve dhe shpaljeve të Zotit. Por kur ata nuk e bën këtë, Allahu i ndëshkoi, ashtu siç i të ndëshkoi i plotfuqishmi, dhe atyre nuk u erdhi në ndihmë i dhujt, që ata i adhuronin krahas Allahut. I madhruari thotë: përse ata i dhujt nuk u ndihmuan atyre, të cilët i kanë marrë pos Perëndis për afrues ndërmjetësues të Perëndia. Por ata nuk ekzistuan. Këto ishin vetëm gënjeshtrat e tyre dhe ato që shpifnin. Përse nuk u erdhën në ndihmë i dhujt, të cilët i adhuronin veç Allahut dhe u përkushtonin flijime. Kuptimi, për t'i ofruar i dhujve, ata i adhuronin e u kushtonin flijime, duke shpresuar ndihmë dhe begati prej tyre. Përse, atëherë, nuk u ndihmuan. Pikërisht ditë se i dhujt nuk kanë për t'ju përgjigjur. Kur atyre? Ata, i dhujt janë veç se sajesa dhe mashtrimet e tyre. I dhujt nuk u përgjigjen atyre, duke mos i mbrojtur dot nga dënimi në ahiret, ashtu sikurse edhe në dynja nuk kanë asnjë mundësi për t'i ndihmuar. Çdo gjë është në pushtetin e Allahut. I dhujt janë thjesht saimet e politistëve, me të cilët ata gënjejnë veten dhe justifikojnë mosbesimin e tyre. Ata ushqejnë vetëm me ëndrat e pa baza, duke pandehur se janë të vërtetën dhe se adhurimet që ua përkushtojnë i dhujve do t'u bëjnë dobje do t'i shpëtojnë. Por këto iluzione e shpresat e kota tashme u shohen dhe shkatërohen një herë dhe përgjithmonë. Dhe kujtoju atyre kuën kur t'i dërguam ty disa gjinde për të dëgjuar Kuranin. Kur morën pjesën e të dëgjuarit e Kuranit, ata i thanë njëri tjetrit, eshni. Kur përfundoi të lexuarit, u kthyen te populli i tyre si paralajmërues. Kujto, kur drejtuan disa gjinde tek ti, që të dëgjonin Kuranin. Allahu i madhruar e dërgoi profetin e tij të dashur e të zgjedhur, Muhamedin Ase, si mëshirë dhe udhëzues për të gjitha krijesat, për njerëzit dhe për gjindet. Ishte detyra e profetit që t'i ftonte të gjithë në rrugën e Zotit dhe t'ua përcjellte qartë të vërtetën e shpallur nga Zoti. Sa u përket njerëzve, profeti Ase i ftonte dhe paralajmëronte ata haptazi, pasi kjo ishte diçka e mundshme. Ndërsa sa u përket gjindeve, Allahu i madhruar, me pushtetin e tij, i solli ata te profeti Ase, që të dëgjonin mesazhin e përcjell nga ai. Thot i lartësuari, kur u ofruan, të dëgjojnë thanë, heshni. Kur ata ju ofruan profetit Ase,
që ishte duke kënduar Kuranin, porositë njëri tjetrin për të qëndruar të bashkuar dhe në heshtje, me qëllim që të dëgjoni më mirë dhe më qartë. Në përfundim, ata u kthyen te populli vetë si këshillues. Në përfundim të këndimit të Kuranit, ata e kishin kuptuar mirë mesazhin e tij, prandaj shkuan menjëherë te populli i tyre, tani si këshillues e udhëzues. Allahu i madhruar i bëri musliman dhe u mundsoi atyre të bëheshin për hapës së ftesës së profetit A.S. Ndërgjinde. Ata thanë, o populli ymë, na dëgjuam librin të shpallur mas Musait, i cili vërteton se janë të vërteta edhe ato para atij, i cili uzon kohë e vërteta dhe në rrugën e drejtë. Ata thanë, o populli ymë, ne dëgjuam një libër të shpallur pas Musait, ata përmendën librin e Musait, sepse ai ishte në themel edhe të Ungjillit. Gjithashtu, ai ishte libri bazë, ku bijtë e Israelit mbështeteshin për marrjen e dispozitave ligjore. Ndërsa Ungjilli ishte plotësuesi i Teuratit, ashtu sikurse edhe lehtësues për disa dispozita. Pastaj, ata përshkruajnë Kuranin duke thënë që vërteton shpalljet para tij, që uzon tek e vërteta dhe tregon rrugën e drejtë. Kuptimi, libri që e dëgjuam nga ky profet është vërtetues i librave të parë hyjnor dhe udhëzues në rrugën e drejtë. Ai tregon rrugën që të çon tek Allahu dhe xheneti i tij. Ky libër udhëzon nëpërmjet diturisë së jashtëzakonshme mbi Allahun e madhruar, diturisë rreth dispozitave ligjore dhe rregullave të jetës dhe të adhurimit, si dhe diturisë për shpërblimin dhe ndëshkimin e Allahut të madhruar. Pasi lavdëruan Kuranin, duke treguar gradën dhe rëndësinë e lartë të tij, gjindet filluan të ftonin popullin e tyre që ta besonin këtë libër dhe mesazhet e këtij profeti, duke thënë: O populli ynë, përgjigjuni ju krishtarit të Perëndisë dhe besoni atij. Ai do t'ua falë disa mëkatet tuaja dhe do t'ju shpëtoj prej dënimit të dëmshëm. O populli ynë, përgjigjuni thirrësit e Allahut dhe besojini atij. Lindjuni atij që ju fton në adhurimin e Allahut së njëjtë vetëm dhe që nuk ka asnjë interes personal ndaj jush. Ai thjesht ju fton që të lidheni fort me Zotin tuaj dhe të arrini shpërblimin që fal bujaria e tij. Ai ju thërret që të fitoni të mirat dhe të largoni nga vetja të gjitha të keqijat e ligësit. Allahu ju fal gjunat dhe ju shpëton prej ndëshkimit të dëmshëm. Nëse Allahu ju fal gjunat, të cilët janë shkaktar të shumë sprovave, dhe nëse ju shpëtoni nga ndëshkimi i dëmshëm, atëherë mbetet të vinë veç të mira dhe lumturia e përjetshme. Ky është shpërblimi për këto që i përgjigjet ftuesit të Allahut për në rrugën e drejtë. Ai që nuk i përgjigjet krishtarit të Perëndisë, të atill nuk do të mund të ikin atij në tokë dhe për ta s'ka mbrojtës, pos Perëndisë. Ata janë e humbjet e madhe. Ata që nuk i përgjigjet thirrësit në rrugën e Allahut, nuk kanë për të shpëtuar dënimit në tokë dhe askush nuk mund të mbrojë nga ndëshkimi i tij. Allahu është i plotfuqishëm për gjithçka. Asgjë nuk mund të shpëtojë pushtetit të tij. Askush nuk mund të aratiset të të fshihet prej tij dhe askush nuk mund të përballet të të fitojë kundër tij. Këta janë e humbjet e sigurt. E ku ka me të humbur sa ata që ftohen në rrugën e Zotit, që e dëgjojnë dhe kanë të qartë mesazhin e tij, që vijnë përballë argumenteve të pakundërshtueshme të tij, që mësojnë premtimet e tij dhe pastaj me arrogancë refuzojnë këtë ftesë. Çuditse, a nuk shohin ata që Perëndia, i cili krijoi qiellin dhe tokën, i cili nuk është lodhur në krijimin e tyre, është i poshtetshëm të ngjallë të vdekurit. Po, me të vërtetë, ai është i poshtetshëm për çdo gjë. A nuk e din ata se Allahu, i cili krijoi qiellin dhe tokën dhe nuk u lodh me krijimin e tyre, është i plotfuqishëm që të ngjallë të vdekurit. Çuditse po, ai është i plotfuqishëm për gjithçka. Ky është një argumentim shumë i bukur dhe i kuptueshëm i Allahut të madhruar për vërtetësinë e ringjalljes pas vdekjes. Ai që është i plotfuqishëm që të krijojë qiellin dhe tokën, aq madhështore, të përsosura të rregullta, pa u lodhur dhe pa pasur vështirësi, si mund të mendohet se ka të vështirë që t'i rithejë në jetë njerëzit pas vdekjes së tyre. Çuditse se ai është i plotfuqishëm për gjithçka. Kujtoj ditën kur ata që kanë mohuar do të i ekspozohen zjarrit të u thuhet atyre, vallë, a nuk është kjo e vërtetë? Ata thonë, po, pasha Zotin ton. Ai do t'ju thot atyre, pra, shijoni dënimin për mohimin që keni bërë. Ditën ku jo besimtarët të përballen me zjarrin, Allahu i madhruar na njofton për gjendjen e tmeshme dhe të shëmtuar të qafirëve kur përballen me zjarrin dhe dënimin, të cilën nuk e besonin se do të ndodhte dhe madje talleshin me ata që i këshillonin për t'u ruajtur prej tij. Atyre do t'u shtohet dëshpërimi dhe dhimbja kur do t'u thuhet, a nuk është ky zjarr që po shihni i vërtet? Çuditse se kuptimi si ju duket ky dënim, të cilin e merrnit për talje. A e besoni tani që e shihni dhe e vuani me gjithë qenien tuaj? Çuditse se ata do të thonë, po, për Zotin ton. Kështu i pranojnë ata gjinohet dhe krimet e tyre. Kështu den në parë dhe mashtrimi i tyre. Atëherë do të thuhet, vuani dënimin që e merituat për shkak të mohimit tuaj. Ky ndeshkim nuk do t'ju ndahet kurrë.
Ashtu si kurse mohimi juaj të vërtetës në jetën e dynjas ishte i përhershëm nga ana juaj, ashtu do të jetë edhe ndëshkimi juaj në ahiret. Në vijim, Allahu i madhëruar e porosit profetin e tij që të tregojë durim ndaj mundimeve dhe fyrjeve që i bëjnë mohuesit dhe armiqtë e vërtetës, si edhe të mos rresh se ftuarin në rrugën e tij. Ai e porosit gjithashtu që të marrë shembull durimin e profetëve me të zgjedhur dhe të dalluar, të krijesave me të përkryera dhe me të mira. Ti bëhu i durueshëm o Muhamedi ashtu siç kanë duruar me këmbëngulje pejgamberët e tjerë dhe mos kërko shpejtimin e dënimit për ta. Atë ditë kur të përjetojnë atë që u shpremtuar atyre dënimi, do të duket atyre se në këtë botë kanë qëndruar vetëm në çast të ditës. Kjo është shpalje. Kush do të shkatërohet tjetër, pas popullit nga trestar. Prandaj, ti bëhu i durueshëm ashtu sikur se duruan të dërguarit e vendosur. Profetët ishin të gjithë të pajpur. Durimi i tyre ushqehej vazhdimisht nga siguria në premtimin e Zotit. Ata ishin shembull dhe dritë edhe për rrugën e profetit të fundit. Dhe, me të vërtetë, profeti Asa e zbatoi me korrektësi porosinë e Zotit e tij. Ai bëri një durim që askush para atij nuk e kishte bërë. Të gjithë armiqtë e të vërtetës u mblodhen si grushti vetëm për ta gjunizuar dhe penguar nga përhapja e mesazhit të Zotit. Ata përdorën çdo mënyrë dhe mjet luftimi për ta zbrapsur, ndërsa ai qëndronte i patundur në zbatimin e porosive të Zotit të tij dhe në luftën kundër të keqes. Ai nuk u lëkund asnjëherë nga mundimet dhe vuajtjet që i shkaktoheshin në rrugën e përhapjes së të vërtetës, derisa Zoti e bëri të vinte përfund armiqtë e tij. Kështu, mesazhi i Zotit u përhap në të gjithë botën anëmban dhe feja e tij triumfoi mbi të gjitha fetë të tjera. Allahu i madhëruar e bëri umetin e Muhamedit më të mirën ymet të dalë për të mirën e njerëzimit. Paqapjekimet e mirësitë e Zotit qofshin mbi të dërguarin e tij. Dhe mos kërko shpejtimin e dënimit për ta. Mos u ngul për ndëshkimin e këtyre mohuesve, të cilët e kërkojnë vetë për shpejtimin e ndëshkimit, sepse kjo vjen nga ignoranca dhe mendjelësia e tyre. Mos pije në nivelin e këtyre të mjerëve dhe mos u nxito të lutesh kundër tyre. Ata janë krejt të parëndësishëm, aq sa edhe për të lutur kundër tyre nuk ia vlen. Çdo gjë që pritet të ndodh, do të ndodh, prandaj nuk ka nevojë të nxitohesh për ta. Ditën kur të shohin atë që u është premtuar, atyre do të duket sikur kanë jetuar në tokë vetëm se një çast të ditës. Kur ta shohin atë që u është premtuar, atëherë do ta kuptojnë se në dynja kam kaluar veç një kohë të shkurtër. Për këtë arsye, ti mos u keni nga luksej tyre në këtë jetë. Këto kënaqësit e shkurtrat e tyre janë të papërfishme në krahasim me ndëshkimin e rënd që i pret, të cilën ata e shpërfillen, por nga i cilin nuk do të shpëtojnë dot. Ky Kurani është kuptim i qartë. Kuptimi është njoftim i qartë se kjo dynja, me bukuritë e saj, është një kënaqësi që të ngec në fyt, e lodhshme për tu arritur dhe brengose pasi arrihet. Ajo është thjesht harxhim ose humbje e kohës së shkurtër që të është dhënë për ta jetuar. Ky që njëri nga kuptimet e kësaj fjalje. Kuptimi tjetër është Kurani madhështor, në të cilën ju kemi shpjeguar gjithçka në mënyrë të plotë, është udhëfyesi dhe furnizimi juaj që ju duhet për të arritur lumturinë në ahiret. Ai të çon në vendin e mirësie dhe të mbron nga ndëshkimi i dhëmshëm. Ai është udhëfyesi dhe furnizimi më i mirë që kanë pasur ndonjëherë krijesat dhe mirësia më e madhe që krijuesi u ka dhuruar atyre. Kush tjetër meriton të shkatërohet përveç atyre që janë të pabindur? Ndëshkimet godasin veç të pabindurit, të cilët i kalojnë kufijtë e Allahut dhe nuk kanë asnjë të mirë. Ata janë larguar bindjes ndaj Allahut dhe nuk e pranojnë të vërtetën që kanë përcjell profetët. Allahu i lartësuar u ka sjellë udhëzime e paralajmërime, por ata e shpërfillin thirrjen e tij. Lutim Allahun të na ruaj dhe mbrojë nga çdo rrugë humbjeje e devijimi. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve.